Përshëndetje të gjithëve. Jemi këtu në një episod tjetër të podcastit ton Flasim si fëmijë, ku fëmijët kanë fjalën dhe guximin për të treguar për botën nga këndvështrimi i tyre. Jemi në Akrolis TV. Këtu, çdo histori është një aventurë e vogël, një rrëfim i sinqert, një frymëzim për të qenë vetvetja. Sot do të flasim për muzikën, por jo për muzikën thjesht si tingull. Do të flasim për muzikën si pasion, si një udhëtim dhe si një mikesht që të rritet për qafon. E me këtë do të mund të bënim këtë bisedë më mirë se sa me një vajzë që e do muzikën kaq shumë? Sot e ftuar në podcastin ton është Melisa Figuri, një vajzë e qetë, e përkushtuar, por me një botë të tërë që flet përmes 4 telave të violinës së saj. Melisa Figuri është nxënëse e klasës së 8 në shkollën Beslidhja, dhe përveç se një shembull një nxënëse të mirë, ajo është një violiniste e mrekullueshme, që e ka bërë publikun të heshtë të dëgjojë me zemër. Melisa ka marrë pjesë në konkurse të ndryshme, ka marrë çmime të shumta dhe ka interpretuar në skena evente të ndryshme, dhe mbi të gjitha vazhdon të punojë më shumë dashuri për artin e saj. Por sot nuk do ta dëgjojmë vetëm si muzikante, por edhe si një vajzë, si një fëmijë, si dikush që ka ëndra, vështirësi dhe momente të vogla e të mëdha suksesi e gëzimit që ndriçon rrugën e saj. Mirë se erdhe në Flasim si fëmijë, Melisa. Mirë se ju gjeta. Si e sot, je emocionuar që je në podcastin ton? Është një emocion krejt ndryshme të flasësh në si është themi i podcastit Flasim si fëmijë, sepse zakonisht flitet me tema të ndryshme, të egzagerume dhe jo fiks tamam si që jemi një fëmijë. Ti Melisa luan violin shumë bukur, por çfarë të pëlqen më shumë në muzikë? Muzika është një larmishmëri notash ose edhe melodie dhe zakonisht për mua jep një emocione shumë bukura, edhe nëse je i lumtur dhe luan një melodi trishtume, duket sikur thjesht je në një moment shumë të trisht dhe jep emocionin e saj ku s'ka fjalë që përshkruhet. Kur nuk je duke luajtur violin, çfarë bën tjetër? Çfarë hobish të tjera ke? Atëherë zakonisht në kohën time të lirë, unë mund të dal me shokët e shoqet, dal me familjen, sepse ka shumë rëndësi për mua që të marr ajër të pastër dhe zakonisht luaj me top.
sepse është një aktivitet që ka lezet mu lujt. Cila është lënda jote e preferuar në shkollë përveç muzikës? Dhe pse? Unë do thoja që një lan fix që mu më pëlqen është letërsia, unë do e lidhja pak a shumë edhe me muzikën, sepse edhe letërsia ka ato emocionet e veta dhe ka momentet ndryshme që shkosh një botë krejt tjetër nëpërmjet teksteve dhe unë mendoj që do ishte shumë bukur edhe të merresha me letërsi, sepse vetëm tekstet çojnë një botë tjetër që as nuk e kisha imagjinu ndonjëherë. Po ushqimi yt i preferuar, cili është? Mu më pëlqen shumë byreku me kos, atë zakonisht ma ban mami në kur i teket, edhe e haj me shumë qejf sepse është një nga gatimet e mia më të preferume. Po ti veta, di të gatuash ndonjë gjë të thjeshtë? Po ndonjë gjë të thjeshtë edhe po, si pastiqet, byreku, makaronat, po fix, s'jam shumë të gatimi. Ti Melisa ke fituar shumë çmime me violinën tënde. Si ndihesh kur merr një çmim dhe a e feston? Tani çdo çmim ka vlerën e vet dhe unë kënaqem shumë kur marr çmime, sepse them që puna ime ja ka vlejt përderisa unë marr një certifikat, por unë mendoj që është një gëzim tepër i madh kur marr zakonisht çmim të parë, sepse është një nivel shumë i lartë dhe zakonisht edhe nuk e pret. Ke ndonjë ëndër të madhe për të ardhmen dhe a mund të na tregosh diçka? Për të ardhmen e afërt, pak a shumë 16-17 vjeç, unë do doja shumë të merrja pjesë te një orkestër e cila është fix për të rinjt, ku shkon pak a shumë në gjithë Ballkanin dhe jepet në koncerte të ndryshme. Unë nuk do shkoj atje më shumë për muzikën, por më pëlqen të bëj shoqëri të re, sepse kam pak vështirësi që me jetën time sociale, dhe nëse hyn atë orkestër i takon të njoh njerëz nga gjithë bota, ndoshta gjithë Europa, që as nuk mund t'i kem pa ndonjëherë. Besoj Melisa se gjithë do kenë dëshirë të jenë miq dhe shoqet e tuaja. Po përveç muzikës, ka ndonjë gjë tjetër që do doje të bësh kur të rritesh? Tani fëmijët zakonisht kanë ëndra që shumë çuditshme dhe unë si fëmijë ndonjëherë kam pas dëshirën që t'isha agjente sekrete, sepse vetëm praktikat, lëvizjet që bëhen gjithmonë më nduk shumë interesante, edhe mënyra se si visheshin dhe se si hidheshin nëpër pallate ose nuk e di, po se dija do kisha bën ndonjëherë. Melisa, cila është gjëja më qesharake që të ka ndodhur kohët e fundit? Kohët e fundit më ka ndodhur diçka që sinqerisht më ka ardhur qesh më shumë me të madhe kështu në skenë. Unë thjesht po luaja një pjesë dhe në atë moment unë kisha harru gjithë notat dhe më kapi si tip paniku, po prap thjesht isha duke i rënë disa notave koti, sa të them, dhe dikush më tha vetëm një notë dhe thjesht më kujtu direkt, dhe ai momenti kur e harrova mu më kapi gazi, sepse zakonisht nuk e kisha harru, dhe edhe nga që shifsha publikun, unë pash ato të klasës time që edhe më ban me qesh, edhe thjesht më kapi gazi. Tani një pyetje ndoshta si themi pak sa e çuditshme. Nëse violina jote do të mund të fliste, çfarë mendon se do thoshte? Fix, nuk mund ta di, sepse nuk është se e kam menduar si pyetje, është pyetje interesante, po unë mendoj që violina do thonte që kem kuraja dhe sepse zakonisht unë kur jam në skenë, më kapin dridhmet, edhe sikur edhe violina thjesht dridhet, edhe ndoshta do më bënte kritiko për këtë gjë, ose për ndonjë rast kur unë mund të bëhem me nerva dhe thjesht t'i bi fort që mund ta acaroj, nuk e di. Cila është pjesa muzikore që të pëlqen më shumë në këto momente dhe pse?
Më thënë drejtën njëna pjesë muzikore që mu më pëlqen shumë është Carmen's Fantasy, Habanera, nga Pablo Sarasate. Është një pjesë shumë interesante dhe unë sa herë ngjoj melodia, është sikur të bën me fluturu, të çon një botë krejt tjetër, sikur je duke ndërru, je duke në përre, dhe më thënë çon një imagjinat fëmijërore dhe mu më pëlqen shumë sepse ka shumë emocion pozitiv në atë pjesë dhe është edhe shumë e famshme si melodi nga gjithë. Unë në fillim fare kam pas ngjuar te një emision po te kukullat që shifsha kur isha vogël, te Masha dhe Ariu. Aty zakonisht luaj shumë dhe ka qenë një ndër pjesët që janë preferumet e mia. A ke ndonjë hero ose një idol, jo vetëm në fushën e muzikës, por edhe në fusha tjera, dhe pse admiron këtë person? Unë do thoja që një heroi mund ta thonë dhe tjerë për prindrit e tyre, dhe unë mendoj që prindrit e mi janë heronjtë e mi, por prapë më shumë është babi, për të mos ta bëj xheloze mamin, por babi është heroi im, sepse ai gjithmonë më jep këshilla se si mund të rregulloj diçka, se si mos më kapi paniku, dhe gjithashtu ai për koncertin e fundit që bëra, për recitalin, ai kishte një vëmendje të madhe që ma jepte mu, ja jepte gjitha detajeve që ishin në skenë dhe mu më bënte të ndjesha shumë e veçantë. Si e kalon një ditë tipike kur ke shkollë dhe violinë, dhe a je shumë e ngarkuar? Zakonisht jam e ngarkuar dhe mund të ndodh që edhe 3 deri vonë shkollë pa shku në shtëpi, sepse unë mëngjesin e nisi në orën 6, shkoj në violinë, studioj që të ngrohem në mëngjes, sepse studimi mëngjes është një për muzikantët dhe për gjithë është një studim që të relakson edhe gjatë ditës, të zgjon dhe nga gjumi, dhe sa po mbaroj studimin shkoj në mësim. Po pasi mbaroj në oraret mësimore, zakonisht mund të kem prova, mund të kem mësim dhe mund të jem shumë aq e ngarkuar sa mund të shkoj në darkë vonë në shtëpi, por unë zakonisht gjatë ditës kërkoj mamin dhe babin të vinë, të më sjellin ndonjë ushqim ose të marrin çantën, sepse është ajo koha ku unë s'mund të lëviz shumë. A ke ndonjë vend të veçantë ku të pëlqen të luash violinë më shumë se në vendet e tjera, dhe pse? Tani mu më pëlqen shumë t'i bie violinës në kish, sepse atje ka një akustik të madhe dhe thjesht t'jesh vetëm aty duke i rënë violinës, ose t'jesh te një pallat i braktisur që ku ka akustik, të ban ta luash violinën ose instrumentin në një mënyrë krejt tjetër që nuk do ta kishe luajt asnjëherë, sepse vetë akustika bën që veshja dhe mendja ta mendojnë ndryshe edhe ta bëjnë ndryshe melodinë. Cila është gjëja më e rëndësishme që ke mësuar nga muzika ose nga violina në gjithë këto vite? Gjëja më e rëndësishme është për gjithë, mendoj dhe unë, është që të mos kapi paniku, ta shijosh momentin dhe studiosh, sepse nëse nuk studion, e kam pa dhe veç që zakonisht kur nuk studioj, unë në mësim ndihem e pasigurt, në koncert pastaj ndihem përsëri e pasigurt dhe vazhdoj të bëj gabime vazhdimisht, dhe mendoj që kjo duhet të jetë diçka e rëndësishme që për gjithë, sepse po nuk studiove do të kesh problemet, do hasësh problemet ndryshme. Përveç violinës, a ka ndonjë instrument tjetër që të dohet të mësoj të luaj në të ardhmen, dhe cili është ky instrument? Tani ka instrumente shumë të ndryshme që imagjinoj tash, sepse mu më tërheqin gjitha dhe më pëlqen të mësoj për to, por një instrument që kam dash ta mësoj dhe ndoshta edhe mund ta mësoj është kitara dhe çiftelia që më kanë met fiksim, sepse kanë, nuk e di, më duken si violina, por thjesht duke i kap telat dhe pa hark. Dhe mu gjithashtu më kanë bërë përshtypje më shumë sepse zakonisht i kam dëgjuar në këngë popullore ose në këngë me akustik,
dhe kam të fiksim me i provu, sepse i duken shumë interesante. Më pëlqen shumë që të tërheqin gjitha instrumentet dhe shpresoj që një ditë pse jo mos të mësosh. Së fundmi ti bëre edhe recitalen tënd të parë, unë isha e pranishme dhe realisht ishe mrekullueshme, na bëre të dëgjojmë muzikën tënde ose të themi të ndjejmë muzikën tënde me aq dëshirë për kushtim, nuk e domethënë të lumë se si ja ke dalë. Si ndihesh kur dëgjon njerëz që e dëgjuan muzikën tënde kaq shumë? Tani e kam bërë shumë këtë bisedë dhe për shembull e marrim dje unë bëra Vivaldin verën dhe ishte duket emocion krejt tjetër kur e luan dhe kur e dëgjon, sepse kur e luan duket sikur thjesht dëgjon veten dhe orkestra duket shumë pak. Nuk e jep atë ndjesinë që duket një gjë e madhe. Por kur dëgjoj videot duket sikur është fiks një gjë e madhe, sepse kur ngjova me mamin, sepse ajo zakonisht i ngjan video shumë, aty te pjesët më të shpejta mu dukeshin shumë ndryshe, sepse edhe orkestra ngjoj shumë, edhe unë ngjojsha shumë dhe duke fiksit ato video që dëgjoja unë nëpër YouTube para se t'i luja, sepse gjithmonë i kam pas më janë duke interesante. Dhe thjesht momenti kur e lusha edhe momenti kur e gjën janë krejt gjërat ndryshme, edhe kur flet ose kur këndon, kur dëgjon videon është krejt gjë tjetër. Pra zakonisht nga vetja mund të presësh edhe gjëra që nuk mund t'i kapësh në moment, po thjesht në video. Ishte vërtet shumë bukur, publiku ishte shumë i dashur. Dhe që është më rëndësishme, luajtëm me një soliste që ishte Melisa, që është një soliste që premton shumë, është goxha e re dhe luan violin në mënyrë shkëlqyer dhe për ne gjithë ishte kënaqësi shumë e madhe. Melisa është një ndër vajzat që mund për herë dytë marr pjesë në një koncert të saj. Nuk më ngjelet asgjë tjetër veç të ta uroj, t'i uroj famë, t'i uroj gitarën me të ndritur, t'i uroj që mos i shkoj mundi i dëm. Orkestra edhe televizori nuk do kishte harë kot nëse do ishte një vajzë jo e talentuar, po ajo është shpa e konfirmuar. Dhe jam i bindur se shpejt do ta shikojmë në shtatet e tjera, në majat e tjera. Emocione për të emocionesh. Ishte vërtet një koncert i mrekullueshëm. Në të gjithë këndvështrimet e tij, çdo nisje ka një herë të parë. E veçanta herës parë të Melisës ishte koncerti i saj recitali i parë, por dhe ardhja së pari e orkestrës së Radio Televizionit Shqiptar këtu në Lezhë. Çka tregon që Lezhë, ky qytet me shumë histori dhe kulturë, tashmë ka talentet e saj në zhanre të ndryshme të muzikës edhe klasike. Cila është gjëja më e bukur që dikush të ka thënë për artin tënd në violin? Mu gjithmonë më urojnë, thonë gjëra të bukura dhe ka pëlqyer shumë një koment që bëri dirigenti në recital të një intervistë. Ai aty tha që unë kisha talent dhe që i pëlqente mënyra se si unë i artikuloja muzikën ose se si e sjellja, sepse unë mundohem ta egzagjeroj më shumë se ç'është, sepse jep ndjesi të reja dhe unë e di që këto ndjesi mund t'i hasin ose në shumë probleme, në raste shumë ekstravagante ose në muzikën që dëgjohet, sepse kur jep ndjesinë e duhur, zakonisht njerëzit dëgjojnë dhe ndjejnë përtej çfarë mund të imagjinojnë ato ose përtej atyre që kanë ndjerë deri tashmë. Nëse do të thoje kudo në botë, në një vend, cili do të ishte ai vend dhe pse do kishe dëshirë ta vizitoje? Ka shumë kohë që unë i lutem mamit dhe babit që të shkojmë në Vjenë ose në Paris. Janë vende që janë shumë të populluara dhe gjithë njerëzit shkojnë sepse njihen shumë në mbar botën.
Përveç faktit që ato mbajnë muzikën brenda dhe janë shumë eksperte në këtë fushë, mu pëlqejnë ballët për shembull, sepse në periudhën e janarit në Vjenë i jepen ballo dhe atje mu ka met fiksim qysh e vogël që qifsha ndonjë ballë, sepse ballat e vetme që kam parë kanë qenë vetëm në për kukulla si Aurora ose nuk e di Anastasia, dhe zakonisht do më kishte pëlqyer shumë edhe të ishim në ballë, sepse vetëm veshja dhe mënyra se si bësh gati është shumë bukur. Mu gjithashtu në Vjenë dhe në Paris më tërheqin dhe monumentet e ndryshme që ndodhen atje, si për shembull apartamentet e Napoleonit në Paris. Ato i kam parë vetëm në për video ose në për foto, nuk është se i kam parë kështu live. Dhe më kanë tërheqë shumë, sepse mënyra se si janë të ndërtuar dhe arkitektura që është përdorur në të është shumë e veçantë dhe mu sinqerisht më tërheq, sepse është më shumë në atë arkitekturën baroke. Shpresoj shumë që një ditë të shkosh në këto vende dhe të kalosh sa më mirë. Për ta mbyllur, a ke ndonjë mesazh për bashkëmoshatarët e tjerë? Unë për gjithë, po tani po bëjmë pak a shumë si profesori im, për gjithë ata që e duan muzikën dhe vërtet duan ta vazhdojnë, studio, sepse po nuk studiove, si që kam thënë dhe po e them prap, do ta kesh shumë më të vështirë, sinqerisht, dhe nuk do t'ja dalësh pas studim, nuk do t'ja dalësh askund, dhe nëse ata ndër e don dhe do ta realizosh, po nuk studiove, nuk ke shanse as ta provosh. Shumë faleminderit Melisa. Shumë faleminderit ju që më sollet në këtë podcast. Kaq kishim për sot, miqtë mi. Melisa na tregoi se me pasion, durim dhe dashuri për artin mund të arrijmë shumë, edhe në një moshë të vogël. Shpresoj që ju kanë frymëzuar paq sa edhe ne. Deri në episodin tjetër, mos harroni. Flisni si fëmijë, ndërroni si artist dhe mos ndaloni kurrë së qeni vetja. Mirupafshim.